Jemi sërish bashkë tani miq për të filluar me bisedën e parë për ditën e sotme. Do të flasim pak më tepër për një prej aktoreve më të famshme shqiptare që ka lënë gjurmë si në teatr ashtu edhe në film. E kemi humbur fatkeqësisht gjatë ditës së djeshme, menjëherë pasi ka festuar ditëlindjen e saj të 93. Do të flasim pak më tepër për Margarita Xhepën. Në lidhje direkte nga Struga kam Olsa Poshkën, drejtoresh e teatrit Poshka. Mirëmëngjesi Olsa. Mirëmëngjes, Rita. Si e sot, si e zgjuar, si është Struga? Unë sot jam zgjuar shumë herët se emisioni juaj bashkë me përgatitjen i bie tjetë për syfyr. Jam natyrisht me këtë idenë që Margarita ka ndruar jetë djene, do bëhemi gati e do shkojmë sot në Tiranë për të bërë omazhe. Edhe pjesa tjetër është mirë, Struga fles zakonisht në këtë orë. Nuk e di pse më kthehet zëri shumë. Do me thënë unë flas dhe dëgjoj zërin tim. Ja se rregullojmë nga regjia me njëherë. Në punën tënde me Margaritën, Olsa, çfarë është një prej vetive të saj që të ka lënë më së tepër mi përshtypje gjatë punës me të? Orita, dëgjoj, e para punës njerë është fantastike që në kohët e sotme, ndoshta kjo është merit e Nazimit me thënë drejtën, i cili i bën një homazh një aktore e cila nuk e ka dritën e emisioneve moderne si që janë Përputhen apo saga e famshme Big Brother, por ka vlera të jashtëzakonshme të cilat nuk mund të përmblidhen me një, siç thua ti. Ajo ka qenë një enciklopedi e jashtëzakonshme që për fat të keq të brezave të ri, nuk është ende shfletuar, por natyrisht që do t'i vi dita dhe do të kenë shumë nevojë për të njohur Margaritën. Margarita që njoha unë dhe që kam pas fatin e madh të njoh, ka qenë i di ato të nduqet e vegjël të lezetshëm që kur e hap ndriçojnë kështu pasuri brenda, e ndoshta kjo ishte metafora që mund ta përmbledh. E qartë. Ajo ka ardhur shumë shpesh në Struk në për organizimet tuaja ashtu, kështu që ka qenë aktive shumë edhe gjatë viteve të fundit të jetës së saj. Shiko, Margarita bëri një rol në moshën 74 vjeçare, që ishte roli i Hekubës të një tragjedi trojane të Euripitit. Janë muhabete kështu të tmerrshme. Ju jepni telenovela turke si televizion, kurse më të tmerrshme se turket janë sa tragjedi greke që kanë ndodhur shumë më përpara. Dhe kur luajti Margarita shastisi publikun, sepse të gjithë e prisnin të vdiste. Ke vënë re, i vjen një moshë njeriu, se di e ke vënë re se ti duhet të jesh e re pavarësisht që nuk të shoh tani unë, po nga zëri dukesh vajzushk. I vjen një moshë njeriu, sidomos mbas del në pension, ku të gjithë presin që të vdesi. Është e padrejtë. Sepse Zoti është ai që ta jep dhe ta merr jetën, edhe asnjë nga ne nuk e di se kur do iki. Që kështu Margarita, në rastin konkret, ishte një thesar jashtëzakonshëm të cilën e prisnin me vite me radhë të vdiste dhe ajo ndroi jetë vetëm një ditë mbas ditëlindjes së saj të 93, që kështu vitet e fundit të saj nuk mund të them në kanë qenë apo jo aktive, sepse ajo, si për çdo njeri për mua, lind dhe ndron jetë kur ja ka caktuar Zoti dhe deri në atë ditë është si thosh aktiviteti i tij apo i saj në këtë rast. E qartë. Ne bëjmë shumë emisione, flasim shumë për shkrimtarët, artistët të cilët kanë mbrirë të përjetojnë 2 luftrat botërore, madje kemi emra të caktuar me cilat ju referohemi këtyre artistëve, ndërkohë që kemi një artiste shqiptare e cila ka kaluar shumë ndryshime edhe politike, edhe shoqërore gjatë viteve të jetës së saj. Në raportin që ju keni pasur, fliste ajo për sfidat e kohës së saj? Po, unë kam pasur një raport shumë ngushtë me Margaritën, falë Zotit, unë edhe regjizori Xhelo Poshka, që është bashorti im, që është lumturish bashorti im. Ajo më tregonte, dëgjoj, ajo ka gjendur në Lushnjën e vitit 1932 që nuk e dija, ka qenë vend i varfër. Shqipëria ka qenë në një kohë, me thënë të drejtën, gati një shteti brisht. Në 1912 ishte shpallë pavarësia, por ne rrethoheshim nga egërsira fshinje që donin të gllaberonin tokat tona.
kishim kaluar shumë luftrat ballkanike të tmerrshme dhe ajo ka lindur, me thënë drejtën, tregonte. Do t'ju them një kuriozitet. Margarita, kur ka qenë e vogël, e kanë quajtur Lariska. Kjo për shkak të një pule që ka pasur. Okej. Ishte shumë varfër, më tregonte. Edhe kanë pasur pula që nuk i bënin vezë. Dhe kishte një pul që ishte kështu me pika, tha, dhe unë e quaja Lariska, edhe një ditë në mëngjes kur ishim shumë të uritur, tha, shikoj që Lariska pula kishte bërë 10 vezë. Dhe shkoj tha tek nëna ime, edhe dhe me emocion që nën, Lariska ka bërë 10 vezë, 30 vezë, se di se mbaj më numrin. Edhe oma i ka thënë, po shumë mirë ti ham. E Margarita ka filluar të qaj dhe i ka thënë, po si nën, neve do t'ja ham asaj fëmijë. Dhe nëna vetë prej atyre i është dhimbësur e bia, dhe i ka thënë nuk i ham, ama i ka thënë ta di që je si kjo pula, Lariskë. Dhe vërtet kanë qelur zojsh, tregon Margarita. Dhe me këta ajo shpjegon një lloj poezie që mund të dali edhe në momentet më të varfra të jetës. Nëna e saj e ka lënë kur ka qenë 9 vjeçe, pastaj baba është martu. 10 fëmijë kanë qenë në shtëpinë e Margaritës. Jeta nuk ka qenë në një lushnje, ajo thotë, ne jetonim në lushnje në Mizëqe që kishte baltë në dimër dhe kishte rër në verë, pluhur në verë. Megjithatë thotë që fëmijëria dhe rinia ime nuk ka pas. Patjetër. Kur flasim për personazhe gra të fuqishme, normalisht që Margarita është një prej tyre që del në pah domosdoshmërisht, edhe me rolet e saj ku ka treguar në fakt dhe ka luajtur role të grave të fuqishme, grave të cilat kanë portretizuar një grua të, si të them, jo vetëm të fuqishme, por e cila ka qenë prezente në shoqëri, e cila ka pasur një qëllim. Fliste ajo për... Grua me shumë dimensione, do të thuash, me shumë dimensione. Pikërisht. Fliste ajo për këto rolet e saj, fliste ajo për sfidat që ka pasur, sepse në një shoqëri, si shoqëria shqiptare, ku sot e kësaj ditë është sfidë të jesh aktor ose aktore, po sidomos aktore, ajo ja ka dalë në një kohë kur mund të themi që ka qenë gati e pamundur për gratë të jenë pjesë e jetës publike. Jo, s'ka qenë ashtu. Rita, dëgjoj, kur Margarita ka shkëlqyer, Margarita thot ka pasur një mësuese ajo, Sofia Kushi, ma përmendte shumë. Edhe thot që Sofia ja ka vënë re dashurinë e saj për poezinë, për interpretimin që atëherë në lushnje. Nëna vet e ka pak të bukurinë e vajzës vet, jo vetëm bukuri fizike, dhe ato e kanë shtyr shumë dhe ajo ka shku në Liceun Artistik të Tiranës. Dhe Pandis Fillu, i cili ka qenë një nga regjisorët më të hershëm, i cili sapo ishte diplomuar për aktrim dhe regji në Rumani, diku nga viti 1947 bëhet fjalë, e merr nga nxënëse në lice dhe i thot konkuro si figurante, aktore figurante në teatrin popullor atëherë që sot është teatri kombëtar. Ajo konkuron, fiton dhe me thënë të drejtën vetëm thoshte që mua mu hap një portë e madhe, sepse s'kishte shumë aktore, për shkak se ishte fillimi, s'kishte shumë që ishte bërë teatri popullor, ishte themelur. Pastaj ka një 5 vjet të trisht që e ka kaluar në estradë, në atë kohë ishte themelu estrada e Shqipërisë, Tiranës, është themeluar në vitin 1945, bëheshte si imitim i rusëve, se në atë kohë rusët ishin, ne ishim sateliti i Rusisë, ishin vend komunist. Dhe e marrin e çojnë nga që ishte e bukur, e çojnë si prezantuese. Edhe Reshad Arbana, një aktor tjetër kalibri, i cili shoqërisot është gjallë e mirë, thot, isha 16 vjeç atëherë. Edhe ne shkonim, thot, me estradë, vetëm për të parë Margaritën sa e bukur ishte. Kur Margarita thot kalon në teatr mbas 5 vjetësh, neve ndryshojmë sallën dhe shkojmë teatr. Nëse më pyesni, thot atëherë që pse shkon të shikosh kaq shfaqje, unë thot, po të isha i sinqert, do thoja vetëm për Margaritën. Fuqia elektrizuese që ka pas. Jo vetë, dëgjoj, Margarita ka pas, se ti e bën pyetjen me të drejtë kaq dimensionale, ajo ka pas një sfidë shumë të madhe, se ka qenë shumë e bukur. Dhe gocat që janë të bukura e kanë të vështirë disi për të parë përtej kësaj bukurisë. Ato shndrohen si objekte seksi. Ti sot e ke pjesën më të madhe të prezantuesve, nuk janë të afta, janë
Të bukura. Jo, janë të mbushura me silikon për të dukur bukura, thua. Dhe më vjen keq, kurse Margarita ka qenë e bukur nga Zoti, ajo ka qenë një yll, nëse Margarita do jetonte në një shtet tjetër, domethënë Elizabeth Taylor do ishte mbas Margaritës, të paktën për nga bukuria, kurse interpretimi i Margarita ka qenë më e mirë, më besohet dhe me përgjegjësi profesionale. Tani ti kthehem prapë pyetjes tënde, ajo më thotë se nuk e ka pasur të vështirë. Ajo thotë e ka pas të vështirë përballjen e pjesës tjetër kur mbyllej siparit, sepse thoshte që unë nga diva që më hidhnin lule, më donin të gjithë ku di unë, do shkoja në shtëpi, grija qepet e të laja enët, edhe të përballoja varfërinë e tmerrshme të jetës që ka pas Shqipëria, që ju shqiptarët tu në Maqedoni e keni përjetuar në formë tjetër atë komunizmin, po ne në Shqipëri kemi kalu varfëri të madhe, Rita, të jashtëzakonshme, që Margarita fatkeqësisht dhe prindrit e mi pak më vonë e kanë përjetuar shumë thellë dhe ka lënë traumat e ata. E qartë. Përmende pak në fillim gjeneratat e reja. Unë nga diskutimi që kisha dje në televizion pash që kishte një farloj pasioni shumë të madh edhe mes moderatorësh, edhe mes të rinjsh, edhe mes më të moshuarish, duket sikur Margarita ka bërë një grup njerëzish së bashku, pa marrë parasysh moshën, me punën e saj, me veprën e saj, me atë që ajo ka përfaqësuar në popullin shqiptar. E ke këtë përshtypje edhe ti? Sigurisht, ajo ka 150 role, dhe ka 50 role të tjera të pa evidentuar në strat. Ajo i kishte, ajo prej vitit të parë që filloi këtu festi, që është festivali që mbajmë në teatrin Poshka, ishte pjesëmarrëse honorifike. Unë edhe Xhelo, sa erdhëm nga universiteti jonë, kur mbaruam regji, propozuam direkt që të shpallej qytetaren deri. Edhe u shpall qytetaren deri dhe prej atëre pati një lidhje të jashtëzakonshme me strudën me ne. Edhe sa herë që dinte ajo, ne ftonim dhe aktorë të tjera të cilat ishin të një moshe më të re, të cilat ishin edhe të silikonizuara, disa të cilat ishin edhe nga Zoti shumë të bukura. Asnjë s'ja merrte Margaritës. Ma merr mendja. Kishte një dritë, kishte një e doja shumë. Ajo më thoshte mua, e di çfarë thash Xhelës dje? Unë rroj me kujtimin e bukur që e kam bërë gjithmonë të qesh. Dhe unë gjithesha në skenë, edhe ankohesha, edhe thoja, si kam mundësi që unë lyhem, që ka një ekip të madh parukierësh që duan të më rregullojnë mua dhe prapë Margarita që e pash më e bukur se unë. Ajo qeshte kështu me modesti, edhe thoshte, jam një qikë se bukur. Ju e keni pasur profesoresh ose jo? Jo, unë se kam pas profesoresh. Se ke pas? Okej, informacioni ka buar nga Naime. Jo, s'ka gjë. Po jo, ajo nuk ka dhënë ndonjëherë. Po, nuk e di përse më erdhi si informacion që ndoshta. Se kam pasur juridikisht profesoresh, sepse unë me bisedat e saj ne kemi ditur shumë. Unë kam një dhuratë të jashtëzakonshme për saj, më ka dhuruar bibliotekën e saj personale. E cila ndahet midis Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe shtëpisë time ku po jepet intervista. Të gjitha ato libra dhe sa gjë më e bukur është dedikimet që i kanë bërë, që janë interesante. Janë shumë ashtu të ndjera, të shikosh autorët, të cilët nxitojnë t'i thonë asaj për te libri që ja adhurojnë, t'i thonë sa e bukur është, sa e madhe është, sa shumë e duan. E qartë. Mes filmit dhe teatrit, kishte ajo një të preferuar? Dgjoj, ajo ishte aktore. Ajo më thoshte, kjo është përshtypja jo vetëm e saj, po këtë e thot një nga aktorët më të mëdhenj të botës, Denzel Washington, i cili thot, nëse doni të bëni filma të mirë, ka vetëm 3 rregulla të artë, dhe ata janë teatr, teatr dhe teatr. Kam përshtypjen që teatri është atje ku vlon temperatura, është baleti klasik, është nëse do të jesh një kërcimtari për sosu, nuk mund të quhesh i tillë nëse nuk je balerin klasik ose balerin klasike. Ashtu mendoj edhe me teatrin, mendoj që dashuria e saj për teatrin ishte krejt organike, e natyrshme, sepse ishte aktore.
Pikërisht. Çfarë mendon të ajo për teatrin e ditëve të sotme? Duke pasur parasysh që ka pasur mundësinë të përjetoj teatrin në shumë periudha të ndryshme të Shqipërisë. Orita, shiko, ajo ishte një mërzitje në qikë, sepse u la mbasdore për një kohë gjatë. Ajo, madje, në vitin ndoshta nga 2013, ajo ka bërë një shfaqje të Çehovit me këndën e fundit të Mjelmës, që është një shfaqje pa përfunduar e Anton Çehovit, por është një monolog i jashtëzakonshëm për një aktore që është në ditët e fundit të saj, dhe ja gjetën dhe Margaritës, se mori edhe çmimin si aktore më mirë të festivalit Monodramave. Është një aktore, është një regjizore, Juli Sinani, shoqja e Xhenës, që u kujtu ta thriste Margarita, dhe bëri mirë shumë atëherë. Po kishte një lloj si tush indiferencë, njerëzit vraponin mbas ta përsërisë edhe një herë, mbas televizionit që të konsumon, mbas gjërave të thjeshta, mbas gjërave seksuale, të cilat sot nuk po njohin më limit dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Dhe kishte një lloj le të themi hatërmbesje të vogël, e cila nuk doli kurrë e artikuluar si e tillë, se ajo ishte shumë dinjitoze, ishte fisnike. Po vetëm tha një herë, Olsa tha, kur neve na japin një propozim për një rol, i themi regjizorit sa, mirë, ma e pjesën ta lexoj. Kurse këto aktorët e sotëm thonë direkt sa do më paguash. Edhe kjo ishte diferenca që bënte ajo prej zonje. Këtu do të them edhe diçka. Struga e mbajtja atë shumë mirë. E deshën shumë. Domethënë ajo ishte senatore e festivalit tonë. Ne bisedonim do vinte këtë verë në strug. Po jo vetëm neve, po të gjithë struganët u lidhën jashtëzakonisht shpirtërisht me të. Ajo këtu ka martuar njerëz. Ajo këtu ka kaluar aventura, le të themi, shëndetësore. Ajo këtu vazhdoi mbetej një zonjushe përhershme, gënjente mjekun për moshën. Ka qenë një natyrë ashtu që, me thënë drejtën, e doje edhe pak tru, po tu të them, dje në strug është ndjerë shumë humbja e saj. Mua më merrnin njerëz, Xhelon e merrnin njerëz telefon, mesazhe, kishte qyteti i Strugës, ndryshe nga të gjithë qytetet e tjera shqiptare, mundet me shumë krenari të thotë që ishte qyteti i Margaritës, të paktën për këto 10 vitet e fundit. Ajo ka qenë pjesë shumë shpesh, ashtu siç e the, festivaleve. Ne kemi edhe disa fotografi të cilat në ndërkohë po na shfaqen në ekran, të cilat ti mi ke dërguar gjatë ditës së dieshme. Kështu që ka qenë prezente edhe normalisht ajo që i ka vidhur zemrën e gjithë atyre shqiptarëve, s'kishte si të mos vidhte zemrat e struganëve në këtë ditë. Mendon që do ta nderojnë Olsa pas vdekjes, mendon që ndoshta pas vdekjes do ta ketë atë vendin e merituar në shoqëri, ashtu siç e meriton ajo. E ka pasur ajo në të gjallë, po shikon, ne shqiptarët jemi një çik vdis pa të duaj. Po. Ama Margarita është nga ato që nuk ka nevojë. Më kupton, ajo jetonte shumë, ajo nuk kishte për t'i dëshmuar diçka dikujt. Sa më shumë të studiojnë veprën e Margaritës, aq më shumë të përfitojnë njerëzit. Margarita nuk ka problem, Margarita tani është përjetësuar. Ajo në Shqipëri, në Tiranë është ikone pa diskutueshme. Të gjithë aktorët e kalibreve më të larta, këtu flas për Robert Ndrenikën apo Yll Kamujon, i kanë kushtuar homazhe, dedikime, përkushtime dje. Dhe nuk mendoj që, domethënë, është shumë për të diskutuar, ose më saktë, pyetja jote do e ketë përgjigjen e saktë nëse do ishte kështu. Lumë po ta kujtojnë. Lumë po ta nderojnë, se përfitojmë të gjithë neve, jo Margarita. Margarita tashmë është në tjetër dimension. Pikërisht. Olsa, unë të falenderoj shumë që sot ke ndarë copsa nga jeta e Margaritës dhe raporti që ke pasur me të. Falenderoj që ke ndarë kohën tënde për qenë pjesë e emisionit të mëngjesit dhe uroj shumë të shihemi për lajme të bukura në vazhdim. Faleminderit e këtej më thonë shumë, o dëgjofshi për mirë. Rita, unë përshëndes të gjithë shikuesit në këto momente, përshëndes në mënyrë të veçantë nënat dhe gjyshet,
sepse Margarita ishte edhe gjyshe edhe nën, edhe leti duam ditë për ditë, pa pritur që ato të ndrojnë jetë edhe pastaj t'ju bëjmë kështu Homazhe. Homazhe apo fjalë të mira. E qartë. Faleminderit shumë Olsa edhe një herë, po i bashkangjitem edhe unë urimit tënd dhe ne uroj të shihemi në Strug, atë na vish në Shkup, gjithsesi të shihemi. Ju në Strug, Struga është më e mirë se Shkupi. Në Strug u tha u bë. Faleminderit, miropafshim. Ciao Rita, falem Azit. Ciao. Miropafshim. Ciao. Miropafshim.